Aktivisti Ron Gjinovci thot se ftesa për LDK-n nga Albin Kurti ishte në fakt një mjet presioni për Fatmir Limajn. Sipas tij, prapa kësaj ftese, shihet presioni që Limaj të heqë dorë nga pozita e kryeparlamentarit dhe tani refuzimi i LDK-s i hap rrugë Kurtit për kompromise me Fatmir Limajn dhe minoritetet jo shumicë. Ftesa për LDK-n ishte në fakt një mjet presioni ndaj Fatmir Limajt, mendoi se nga mënyra si ishte shkruar, nën teksti i saj ishte fyes, me një tekst dhe argumente që i ngjanin me ato të një adoleshenti. Autori ka dashur t'i thot atij që i drejtoi letra: "Ti je një fëmijë i papjekur dhe me ty flas në këtë mënyrë si me një adoleshent." Mendoj se pas ftesës për LDK-n fshihej presioni ndaj Limajt për të hequr dorë nga pozita e kryetarit të kuvendit, pozitë të cilën sipas gjasave Limaja ka kërkuar për veten, sepse një post ministror nuk mund ta marrë. Kjo për faktin se do të duhej që të zvendçojë ndonjë deputet nga radhët e AAK-s, gjë që do ta rrezikonte koalicionin për nga numrat. Tani që LDK-ja përfundimisht ka refuzuar, Albin Kurti t'i japet rruga për kompromise me Limajn dhe me pakicat. Për ta nxjerrë Lumirin dhe opozitën shumë të dobët, Albin Kurti do të duhej që para se të ndodhte propozimi i Lumirit për një takim me qëllim të formimit të një qeverie të përkohshme, ta zgjidhte Fatmirin kryetar të kuvendit dhe brenda një kohe të shkurtër të siguronte numrat, të dijej se kush është e kush s'është për qeverin Kurti 3. Nëse kjo nuk ndodh atëherë, urime për zgjedhje të reja, ka sqaruar Gjinovci.